Duke nisur nga fillimi I vitit të ardhshëm, qytetarët që do të blejnë automjete të përdorura do të përballen me tarifa më të larta për zhdoganimin. Ministria e Financave ka publikuar një udhëzim të ri që përcakton çmimet e referencës për importet e mjeteve, duke përfshirë automjetet e përdorura nga Europa, Kina dhe Korea e Veriut. Tarifat do të aplikohen sipas masisë cilindrike të automjeteve. Për autoveturat deri në 1400 kubik, pragu minimal rritet nga 130.000 në 162.500 lek, një rritje prej rreth 25%. Për automjetet me cilindrat 1400-1900 kubik, tarifa shkon nga 200 deri në 250.000 lek, ndërsa për automjetet më të mëdha mbi 4500 kubik, pragu minimal mund të arrijë deri në 1 milion lek. Ndryshime të konsiderueshme ka edhe për mjetet e përdorura tregtare si kamionçinat, furgonët dhe kamionët. Për mjetet deri në 1.5 ton, pragu minimal pritet të rritet nga 400 deri në 500.000 lek, ndërsa për kamionët mbi 15 ton nga 1.2 milion deri në 1.5 milion lek. Sipas statistikave zyrtare, për periudhën janar-nëntor 2025 janë regjistruar për herë të parë 89.654 mjete, prej të cilave 73.066 janë autovetura. Më shumë se 80% e automjeteve të importuara kanë mbi 8 vite përdorim, duke bërë këtë rritje tarifash një ndryshim të ndjeshëm për tregun e përdorur.